Personat që hanë kos duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Kosi është një nga produktet e qumshtit më të njohura të marra nga fermentimi i bakterieve të qumshtit. Bakteriet e përdorura për të bërë kosin fermentojnë në laktozën, një sheqer natyral që gjendet te qumshti. Ky proces prodhon acidin laktik, një substancë që shkakton koagulimin e proteinave të qumshtit, duke i dhënë kosit shijen dhe strukturën e tij unike. Kosi mund të bëhet nga të gjitha llojet e qumshtit. Varietetet e bëra nga qumshti i skremuar konsiderohen pa yndyrë, ndërsa ato të prodhuara nga qumshti i plot konsiderohen me yndyrë të plotë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi i thjesht pa aditiv është një lëng i bardhë i trashë me shije të mprehtë. Megjithatë, shumica e markave komerciale përmbajnë në përbërës shtesë të tillë si sheqeri dhe shijet artificiale. Prandaj është e rëndësishme të zgjidhni konsumin e kosit të përgatitur vetë ose atë cilësor që mund ta gjeni edhe në tregje. Nga një studim i bërë është zbuluar se të konsumoni të paktën 2 herë në javë kos ulë rrezikun për gratë që vuajnë nga hipertensioni ose nga problemet kardiovaskulare, të tilla si ato atak në zemër ose goditje në tru deri në 30% dhe tek meshkujt me 19%. Ulëntuesit besojnë se një kombinim i fermentimit të kosit natyror dhe përmbajtjes së kalciumit sjell përfitime në zemrat e njerëzve. Gjithashtu, gjetjet e mëparshme sugjerojnë se kalciumi luan një rol në tkurjen normale dhe relaksimin e zemrës, ndërsa probiotikët, të cilat gjenden në ushqime të fermentuara, kanë qenë të lidhura me presionin e ulët të gjakut. Autori i studimit Justin Buendia nga Universiteti i Bostonit tha se rezultatet tona janë prova të rëndësishme më të reja që kosi mund na jap përfitime të shëndetit të zemrës dhe duhet të jetë pjesë konsistente e një diete të pasur me fruta, perime dhe kokra të pasura me fibra. Rreth 1.5 milion goditje në zemër ndodhin në SBA dhe goditje në tru gjithashtu janë më të larta. Ulëntuesit analizuan 55.898 gra të moshave nga 30 deri në 55 vjeç nga Nurse Health Study dhe 18.238 meshkuj nga 40 deri në 75 vjeç nga Health Professional Follow-up Study. Të gjithë pjesëmarrësit e studimit vuanin nga presioni i lartë i gjakut dhe u mbajtën në vëzhgim deri në 30 vjet. Pjesëmarrësit plotësuan pyetësorët e ushqimit, të cilat studiuesit i përdorin për të llogaritur konsumin mesatar të kosit. Gjetjet janë botuar në American Journal of Hypertension. Vitamina D gjithashtu është një zgjedhje e lirë ndaj ilaçeve të zemrës. Kur vjen pas hulumtimeve të bëra, sugjeruan se vitamina D është një zgjidhje e lirë për barnat, pasi shkencëtarët zbuluan se rrezet e diellit në kombinim me kosin mund t'i japin gjithashtu një zgjidhje mjaft të mirë kundër këtyre problemeve, citon studimi. Kosi është i pasur me lëndë ushqyese shumë të rëndësishme në mbrojtjen e organizmit tuaj. Kosi përmban pothuajse të gjitha lëndët ushqyese që nevojiten trupit të njeriut. Është i njohur për përmbajtjen e lartë të kalciumit, një mineral shumë i rëndësishëm për të pasur kocka dhe dhëmbë të fortë. Vetëm një filxhan me kos do të sigurojë të paktën 49% të nevojës tuaj ditore për kalcium, një element shumë i rëndësishëm ky për aktivitetet tuaja të përgjithshme. Kosi është gjithashtu i lartë në vitaminat të kompleksit B, veçanërisht të vitaminës B12, riboflavinës, të cilat të dyja mundet të mbrojnë kundër sëmundjeve të zemrës dhe disa defekteve të lidhura edhe me tubin nervor. Një filxhan me kos do të sigurojë 28% të marrjes rekomanduar ditore të fosforit, 10% të magnezit, 12% të kaliumit. Këto minerale janë thelbësore për disa procese biologjike, si rregullimi i presionit të lartë të gjakut. Gjithashtu metabolizimi dhe shëndeti i kockave. Kosi është një nga produktet më të pasura me nivele të larta të proteinës. Kosi përmban një sasi të madhe të proteinave. Proteina është treguar se do të nxjisë gjithashtu edhe rritjen e shpenzimeve të energjisë ose numrin e kalorive që digjen gjatë gjithë ditës. Marrja adekuate e proteinës është gjithashtu e rëndësishme për rregullimin e oreksit, pasi arrit prodhimin e hormoneve që sinjalizojnë ngopjen. Mund të ndihmojë në uljen e numrit total të kalorive që konsumoni.
gjë që është i dobishëm për kontrollin e peshës. Disa lloje mund të jenë të dobishme për shëndetin e aparatit tretës. Disa lloje të kosit përmbajnë bakterie të gjalla ose probiotik, por shumë kos janë të pasterizuar, prandaj është një proces trajtimi nxehtësisë së kosit që vret bakteriet e dobishme. Edhe pse llojet e kosit të etiketuar me përmbajtje kultura të gjalla aktive, shpesh i humbasin ato gjatë transportit në dyqane dhe në ruajtje. Kosi mund të forcojë aktivitetet tuaja të sistemit imunitar. Konsumi i rregullt i kosit, veçanërisht nëse përmban probiotik, mund të forcojë sistemin tuaj imunitar dhe të zvogëlojë gjithashtu gjasat ndaj infeksioneve. Probiotikët, magnezi, seleniumi, zinku janë përbërësit e kosit dhe të gjithë kanë efekte pozitive gjithashtu edhe për sistemin tuaj imunitar. Kosi mund të përmirësojë shëndetin tuaj të zemrës. Kosi përmban kryesisht edhe yndyrna të ngopura. Një sasi e vogël e acideve yndyrore mund të pengojnë edhe problemet të shëndetit tuaj. Disa studime kanë treguar se përfshirja e yndyrnave të ngopura nga produktet e qumshtit gjithashtu do të rrisë nivelin e kolesterolit të mirë, të cilat do ta mbajnë atë në nivele konstante për shëndetin e zemrës. Studime të tjera kanë zbuluar se marrja e kosit redukton incidencën e përgjithshme të sëmundjeve në zemër. Për më tepër, produktet e qumshtit gjithashtu mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë kundër zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Sipas ekspertëve, përfshirja e kosit në dietën tuaj në mënyrë të rregullt mund të jetë një nga zgjidhjet më të pasura për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Kosi është një produkt shumë i mirë për shëndetin tuaj të zorëve. Probiotikët që gjenden te kosi do të përmirësojnë edhe sistemin tuaj imunitar. Studimet kanë treguar se përfshirja e probiotikëve të kosit do të rrisin imunitetin tuaj dhe do të mbajnë larg komplikacionet e tij. Prandaj kultura të gjalla të kosit do të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për sistemin tuaj tretës. Kosi është një nga produktet që përdoret në të gjithë botën dhe mund të konsumohet edhe ashtu siç është, ose në ëmbëlsira ose i gatuar në receta të ndryshme. Ky produkt është shumë ushqyes dhe gjithashtu prodhohet nga fermentime natyrale të qumshtit dhe përpos shijes unike ofron edhe një shije të veçantë në mbrojtjen e organizmit tuaj në tërësi. Sipas Step to Health, përfshirja e kosit në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur përfitimet të trupit, sidomos edhe në uljen e niveleve të hipertensionit. Studimet tregojnë se shtimi i kosit në dietën tuaj mund të ulë rrezikun e hipertensionit, i cili zakonisht njihet si presioni i lartë i gjakut. Gjithashtu ju ndihmon në mbajtjen e trupit në formë dhe parandalon sëmundjet kronike, si dhe ndihmon sistemin tuaj tretës. Kosi ndihmon edhe në humbjen e peshës. Sipas një studimi të ri të përshpejtuar për humbjen e peshës dhe procesin e djegjes së dhamit, ju duhet të shtoni kosin në vaktet tuaja ushqyese. Kosi ka përmbajtje të lartë të proteinave që ju bën të ndjeheni të ngopur për një kohë të gjatë dhe zvogëlon tendencën e të ngrënit shumë. Kalciumi te kosi rrit procesin e djegjes së yndyrnave në trup dhe ndihmon në rritjen e shkallëtësisë metabolike. Ato që konsumojnë kosin rregullisht tentojnë të humbasin 80% më shumë yndyrë në stomak se ata që nuk e marrin në mënyrë të rregullt. Kosi ndihmon në përmirësimin e dukjes së shëndetit tuaj të lëkurës. Gjithashtu, nëse dëshironi një lëkurë të përsosur dhe rrezatuese, konsumimi ose aplikimi i kosit direkt në fytyrë sjell këto dobi. Acidi laktik ndihmon në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës dhe redukton shenjat e plakjes, sipas studimit të shoqatës dermatologjike të Zelandës së Re. Kosi përmban acid laktik dhe zink, të cilat janë të dobishme për heqjen e akneve dhe rinovimin e lëkurës. Në videot tona të mëparshme të publikuara në këtë channel, kemi treguar edhe maskat me kos. Mjafton t'i kërkoni në kanalin ton për të parë edhe rezultatet që ato do të sjellin për shëndetin tuaj të lëkurës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.